Nëse agjeron, pjesë e cilit karavan bëhesh. Nëse agjeron, pjesë e cilit grup bëhesh. Kush ka agjeruar gjatë historisë? Njerëz më të mirë. Kanë agjeruar pejgamberët, kanë agjeruar besimtarët e devotshëm. Gjithmonë më të mirë kanë agjeruar. Gjithmonë më të përzgjedhur kanë agjeruar. Momentin kur ti agjeron, futesh në klubin e të përzgjedhurve. Momentin kur ti agjeron, realisht fillon të hapron në gjurmët e pejgamberit Allahu Azza wa Jall. Kur je pjesë e kësaj familje kaq të madhe historike, kur je pjesë e këtij privilegji, a sillesh më me përgjegjësi? Dishim se po. Tash tash këtu ka dalë. Për shembull njëri kur të ndërrohet vëllazër, dallon njëri për shembull i cili është në zonë shkollë, e nëse bëhet për shembull staf farsimor apo. Nuk je mund zonë. Apo në zonë kur e kon presia në kuça që madhe, apo në zhurmë, apo në tip, pse në zonë lëvizin. Tash je staf farsimor, je pjesë e stafit. Tash nga objekti i edukimit apo je faktori i edukimit. Ka ndryshuar pozicioni. Andaj duhet të ndryshojë edhe sjellja apo edhe përgjegjësia karshi i asoj që ti përfaqëson. Andaj ti këne përfaqëson me agjërimin tënd. Ti përfaqëson Muhamedit alayhi salatu wasallam. Shokët e tij, dietarët e mëdhaj, besimtarët, para arsit tonë që e kanë agjëruar këtë Ramazan në rrethana shumë vështira, shumë problematike. Ti tashmë je ai që po e vazhdon traditën. Me qysh ki më vazhdu këtë ditë? Përshë, si të kjuton këtë ka dalë, se duhet pak ma shumë përresi, duhet pak ma shumë kujdes, ka dalë. Në qëfar dhe thana të para tane ka në gjurë Ramazani? Shumë shtira. Mas parë një sistem, me dhe një komunist, me 100 telashe, me mshefje, me dhunem, situata, të mënë rastet të pa imaginushme. Në varfni, në pushtim, në dhunë, në frikë, e kanë agjeru. Ata janë sinë me përgjithësi, nuk e kanë shkpu traditën dhe ka vazhdu traditën, për shkak se kanë jetë përgjithshëm. Tash, ajo përgjithësi e këtij muaji që ta respektojmë, kalojmë se duhet, është bartë mineve. Por tash duhet jetë nivel më të lartë të kvaliteti për shkak se mundësitë më të mëdha. Rrethanat e më ndryshe, lehtësimet janë më të pranishme. Andaj kur e din ti se kë e përfaqëson vazhdimësia kujt je ti, kjo është tonë përgjegjësinë. Mbi këtë ndërtohet përgjegjësia, mbi bazën e përkatësisë, ti përket këtij grupi, ti përket kësaj familje të madhe historike. A nuk bën këtë më të përgjithshëm? Po dyshim se po.